Të nderuar dëgjues, krijues dhe poet të kombit, ju përshëndesim përzemërsisht. Mirë se vini në valët e Radios Sibilat e Veriut, zëri kulturës dhe identitetit ton kombëtar, aty ku fjala artistike merr jetë dhe shpirt e krijimit gjen hapësirën e vet më të bukur. Sonte në të ditë të shënuar në ditën botërore të poezisë, kemi kënaqësinë e veçantë të ju ftojmë në një mbrëmje të rrallë poetike dhe shpirtërore, ku vargu bëhet dritë, ndjenje dhe frymëzim për secilin prej nesh. Mirë se erdhët në emisionin ton festiv Frymëzimi jetënisime me art dhe letërsi, me temën e mbrëmjes son, ora poetike. Një hapësirë dedikuar bukurisë së fjalësh, fuqisë së mendimit dhe thellësisë së shpirtit krijues, ku poezia nuk është vetëm art, por është një urë që na lidh me njëri tjetrin dhe me rënjet tona. Në drejtimin tim, pra unë Gëzima Igeraj dhe zonja Prenda Sejdia, kjo mbrëmje sjell pranë jush zërat e poetëve të kombit, të cilët me vargjet e tyre do të pasurojnë të atmosferë festive, duke ndarë krijime kushtuar poezisë, por edhe frymëzim të lirë që lind nga zemra. Le të ftojmë në panel bashkë drejtuese në emisionit ton zonjën Prenda Sejdia. Zonja Prenda, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, Zoti Gzim, mirë mbrëma të nderuar dëgjues të Radio Sibilave të Veriut, kudo që ndodheni brenda jashtëzeut. Vërtet, sonte është kënaqësi të jemi me ju, pasi është një ditë e veçantë për të gjithë krijuesit kudo që janë, dhe sidomos dashamirësit e vargut poetik, pasi është edhe dita botërore e poezisë. Ju uroj i gëzuar të gjithëve, edhe para kësaj nuk le dot pa përshëndetur e uruar të gjithë besimtarët musliman kudo që janë. Gëzuar festën e Bajramit, shëndet e mbarësi në familjet tuaja, Zoti ju pranon lutjet. Amen. Unë kam kënaqësi të veçantë që sonte emisioni toni bashkangjitet një zonjë nderuar, një profesioniste e letërsisë, por së fundmi një dashamirëse e vargut poetik, e cila në kohë ka shkruar mendimin, e ka thelluar atë, ka zgjeruar diapazonin. Prandaj është kënaqësi ta prezantoj Lula Bregu. Zonja Lula, mirë mbrëma dhe mirë se vjen, është kënaqësi për ne që ke pranuar ftesën. Fjala jote është për ju tani dhe përshëndetja e fare juaja për të gjithë dëgjuesit e shikuesit e këtij podcasti. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Të dashur miq të emisionit të Radio Sibilat e Veriut, është kënaqësi e veçantë të jem sonte me ju në këtë fest të bukur dhe domethënëse në ditën botërore. Poezia është zari i shpirtit, është ajo që na pashton për të fjalët e tashme dhe na lejon të ndijmë më thellë, të ndrojmë më lirshëm dhe të shprehim atë që ndonjëherë është dëshirë të thuhet. Sot festojmë fuqinë e vargut, bukurinë e mendimit dhe emocionin që lind nga një poezi. Edhe jetë kjo ditë një kujdes për të gjithë që të mos ndalemi së lexues të shkruar dhe të ndalim ndjenjat tona për mesazhe të gjatë. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që më dha të pjesë e këtij momenti të veçantë me ju. Ju uroj të kënaqshëm. Faleminderit, mirë mbrëma edhe për ju, zonja Lula, edhe nga ne dhe një përshëndetje nga Zvicra. Ju faleminderit shumë që keni pranuar të jeni pjesë e emisionit tonë dhe pjesë e stafit tonë që urojmë shëndet dhe suksese në vazhdimsi. Ftojmë të gjithë krijuesit që të bënë pjesë e kësaj nate të veçantë, duke sjellë poezitë e tyre për të lexuar në të skenë të bukur shpirtërore. Poezitë mund t'i dërgojnë messenger në faqen Radio Sibilat e Veriut. Dhe ky program i dedikohet më shumë dashuri të gjithë juve dëgjues të dashur, pjesës të çmuar dhe të gjallë të kulturës shqiptare. Sonte pra më 21 mars bashkohemi në të udhtim poetik ku fjala fest, arti bëhet frymë dhe shpirt dhe gjen zërin e tij të bukur. Qëndroni me ne sepse mbrëmja sapo ka filluar. Zonja Prenda, nëse mund të na thoni disa fjalë për ditën botërore të poezisë. Faleminderit Zoti Gzim, po. Dita botërore e poezisë shënohet çdo vit në datë 21 mars dhe përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore që i kushtohet artit të fjalës.
Kjo ditë u shpall nga UNESCO me qëllimin për të promovuar leximin, shkrimin dhe publikimin e poezisë në mbar botën. Si dhe për të vlerësuar rolin e saj në ruajtjen dhe zhvillimin e kulturave dhe identiteteve kombëtare. Poezia është një nga format më të hershme dhe më të thella të shprehjes njerëzore. Që nga kohët e lashta, ajo ka qenë zëri i shpirtit, i dhimbjes, i dashurisë dhe i shpresës. Nëpërmjet vargjeve njeriu ka shprehur linjat më të brendshme, ka ruajtur historinë dhe ka ndërtuar ura komunikimi ndërmjet brezave. Dita botërore e poezisë është një thirrje për të gjithë krijuesit, poetët dhe dashamirësit e artit, që të rikthehen te fuqia e fjalës së bukur. Në një botë gjithnjë më të shpejtë dhe teknologjike, poezia mbetet një hapësirë reflektimi në stres shpirtërore ku mendimi dhe emocioni gjejnë çelësi dhe kuptim. Kjo ditë shërben gjithashtu për të mbështetur poetët e rinj dhe për të nxitur krijimtarinë letrare. Ajo jep mundësi zërave të rinj të dëgjohen dhe të bëhen pjesë të trashëgimisë kulturore. Në shumë vende të botës organizohen aktivitete të ndryshme si lexime publike, festivale poetike, konkurse letrare, programe radiofonike, televizive që I kushtohen poezisë. Në kulturën shqiptare, poezia ka dhënë gjithmonë një vend të veçantë. Ajo ka qenë mjet I fuqishëm për të ruajtur gjuhën, traditën dhe identitetin kombëtar. Nga poetët e mëdhenj të së kaluarës deri te krijuesit bashkëkohor, vargu shqip vazhdon të mbetet një pasuri e çmuar shpirtërore. Dita botërore e poezisë na kujton se fjala ka fuqi. Fuqi për të ndryshuar, për të bashkuar dhe për të frymëzuar po ashtu. Ajo na fton të ndalemi për një moment dhe të dëgjojmë zërin e brendshëm. Të lexojmë një poezi, të shkruajmë një varg apo të ndajmë një mendim me të tjerët. Në thelb poezia është një pjesë e shpirtit njerëzor. Ajo nuk I jep kufi, nuk I përket vetëm një gjuhe apo një populli, por është pasuri e gjithë njerëzimit. Prandaj, në këtë ditë të veçantë, le ta festojmë poezinë si një ditë që ndriçon jetën tonë dhe si një urë që na lidh me njëri tjetrin, sepse aty ku ka poezi, ka ndjenjë, dhe aty ku ka ndjenjë, ka jetë. Faleminderit zonja Prenda. Neve do I themi 2-3 fjalë edhe për qëllimet e ditës botërore të poezisë dhe pastaj do të vazhdojmë me pjesën tjetër të programit tonë. Pra, qëllimet në ditën botërore të poezisë janë promovimi I poezisë, të nxjisë leximin, shkrimin dhe mësimdhënien e poezisë, njohja e gjuhëve, të njohë rëndësinë e gjuhëve të ndryshme dhe të vlerësoj shprehjet poetike në gjitha kulturat, rivendosja traditës, të rikthej traditën e recitimeve të poezisë dhe të promovoj poezinë si një formë arti. Mbështetja botimeve, të mbështet botimin dhe mësimdhënien e poezisë në gjitha platformat. Dhe si festohet kjo ditë? Në mbar botën zhvillohen ngjarje të ndryshme si lexime, poezi, konkurse dhe punëtori. Shkolla dhe biblioteka organizojnë aktivitete për të nxitur interesin për poezinë dhe shumë njerëz e përdorin këtë ditë për të ndarë poezi të preferuar në rrjetet sociale. Poezia luan një rol të rëndësishëm në kulturë dhe në shprehje. Ajo na lejon të eksplorojmë emocionet, idetë dhe përvojat njerëzore në mënyrë të fuqishme dhe më të bukur. Unë kaq pra do të thoja për ditën botërore të poezisë, ndërsa tani nëse dëshironi do të vazhdojmë me recitimet poezisë, do e bëjmë një mix dhe brenda atyre do të flasim edhe për tjera çështje të poezisë. Pra. Do të zbërthejmë poezinë më gjerësisht. Ne do të vazhdojmë me një poezi nga Pablo Neruda. Faleminderit. Një nga poetët më të mëdhenj botëror. E bardha blet dalldisur prej njaltit. Zukatin shpirtin tem e përdridhesh në lakoret e lehta të tymit. E dëshpëruar jam fjalë pa jehon. Ai që gjithçka ka humbur, që kishte gjithçka. Bregzimi I mbram, te ty kujt angstin I fundit. Në tokën time bjerë jetë rëndafili I uri. Ah,
e pa fjala, mbyll sytë e tu të thellë. Aty flatron nata. Ah, lakuri që të pyet prej shtatit të ruajtur. Ke sy të thellë, ku nata krahet rreth. Krah të freskë të lulesh, e preher trëndafili. Gjinte tu figuat ka të bardha në barkun tënë ka fjetur një hije plutre. Ah, e pa fjala, jashtë kërkia vendit ku ti sje. Bie shi, era e detit, josh dëmbyllen da cak. Uj i bredh zbathur në për rrugët e lagura. Nga ajo femrën kojnë si të sëmura gjetët, e bardha plet, mungestare. Akoma zukat në shpirtin tim. Rjeton kohen, e zhdërvjellët dhe e hestur. Ah, e pa fjala, padër në rrëda. Faleminderit, zonë e Brenda. Do sjell një këngë, do sjell një poezi, titullohet Këngë këngëve, është një poezi 2900 vjeçare, këngët e këngëve të Solomonit. Shtyllat prej argjendi, valli i ari gjallë. Shtrojen të purpur të ka, edhe në mes qëndisur dashuri, punimi i pive të Jeruzalemit. Dilni o bijat Sionit, vështronin mbretin Salomon dhe kulturën që po i vej ama, ditën e tasmës, ditën e festës së zemrës time. Sa e bukur je o mikja ime, sa e bukur je. Tyte tu si plumba, që të shkëlqejnë pas velos, lokët si grigj dhish, që lëshohen shpateve të gadinit, dhëmbët grigj delzash të qetura, që kthehen nga larja, eqin të gjitha qift e asnjëra, s'është pashoqe. Kordele kur i buzët e tua, goja jote lot hirë, thelb sheke monza, që spërkuqen që pas velos. Qapa jote kulle Davidit, përsos mërisht ndërtuar, 1000 shqyte i rinë varur, një armatur trimas. 2 suta binjake të gazeles, që kullot mes zambatësh. Kur të freskoj dita të zgatin vijet, do të shkoj në malin me mirë dhe në kodrën e të mjanit. Je bukur të mikja ime, s'ke kun një cen. Eja me mua nga Libani, o motra ime, o nusja ime, o Libani me mua. Eja, brako, brit prej majës Amanit, prej majës Senirit, e të Ermonit. Faleminderit. Këngëve të Solomonit. Faleminderit, zonë e Brenda. Unë do i kisha lutë në zonën e Lula Bregut të na lexoj një poezi, pra poezinë e parë të saj, që të bëjmë pak një lloj diversiteti mes nesh këtu. Faleminderit. Atëherë unë kam sjellë poezinë Fjala. Fjallë bukur, fjallë mirë, fjallë ëmbël dhe e ngrohtë, pagja zemrës një dëshirë, dilë gjithmonë dhe kur ban ftohtë. Pse ka dimër, pse ka vatë, dile ëmbël si për mjallë, dhe shti zeka të qetëson, mundi kot kur nuk të shpat. Kur e ëmbël del prej goje, në gjanë të mjallë në goje, gjithë me ty dhe të që ishim ëmbël si shpirtin peshtë. Ndërku vende sa herë dole, shove zgarë e paqen dole, shtrove sofrën e gëzimit, shtrive dornit. Ma e madhja pasuri, vota ka një për ty. Dile ëmbël, s'keq se druhesh, kur keqëm nuk i duhesh. Dile bukur ëmbël, se na i falë shpirtit qetësi, pesha jote në përmote, gjithmonë vlerë e kësaj bote. Faleminderit, zonë e Lula. Shumë të ëmbla, shumë bukur. Sigurisht se do përgatis një poezinë e radhës, sepse ne nuk do të lëmë të qetë gjatë gjithë emisionit, dhe urojmë që ti keni gati poezit ju, ndërsa zonë e Brenda do vazhdoj me lexim ose të vazhdoj unë për metaforën e poezisë dhe thënë disa fjalë. Nuk mund të jetë poetja e heshtur, pasi ka se çfarë sjell Jo, në. gjithsesi, neve këtë mundësi ndoshta po e promovojmë edhe pak si një poete të ardhshme që do të vijë me siguri përmes librit të saj dhe jam shumë i bindur që do të sjell edhe risi të bukura në poezi.
Adipotrimja dhe Dumbenjo. Ti I vdekur zatën ishe, për gjithmonë tash të shoh të vdekur. Betoni pa fund në I ftohtë, atoja, makinat e nështa, qende e copën. Gjumë e gjithë shkajës, eklips I atua, në derën tënde sarita të trokas, të më japësh një pikë ujë sarite, as dritaren pakës të më hapësh, në ndër dikun takohemi pas pak shekujsh. Mbi të qenë më ndrojmë fjalë mbi të bukurën, e betoni e makinat e qenë të copën, loj dramatiken hapësirën e shturur. E ti, I vdekur zatën ishe, të vdekur të shoh, tash e për gjithmonë. Ali Podrini. Letër Adheu dhe Azem Shkreli. Ne jemi sa ka dashur Zoti, Zoti na do sikritën. Rokemi shtasash me moshen, çajmë, tim shafran. Kacet në tra janë tonat, bodrumet, peronet, tonat. Veç lëkurën plakja kruim natë e ditë Europës. Ajo gjumë kryes kapër në shqiptarët, e uruara, po ju atje, si ju ka? Plusmira ajo, lëndërmavja. A ju rritën bijet, a I bijet pyllit malli për ne. Gratë e gronajat, a kanë zënë, a kanë gjatë thonat. Shpend e malit si janë, po nëna, po Kosova, pat mal në napaqin veç motrat, veç gjinkallat. Krojet etje në napaqin, ja qarku, ja kaliri, dhembi në ju rend, mos zot, masja në ju preft udhën, varin varë në nadosht e andra nënër. Mi thoni Kosovës, po lidhim masat, po vitë. Azem Shkreli. Një poezi shumë e thellë dhe e kosa apartheidit në Kosovë, që më kujton shumë nga ajo kohë, pra një poezi tepër metaforike dhe shumë e thellë. Do I them 2-3 fjalë për metaforën, prenda derisa ju t'i përgatisni poezi tjera. Unë do sjell edhe një poezi të Selim Ramadanit, pastaj do kaloj tek ato që më kanë ardhur. Më falni, por kem vetëm këtë. E shkëput nga libri Melodi e këputur e Selim Ramadanit, erdhi pranvera. Se rritet, ecën Kosova Kreshtika, po vjen pranvera me diell e rrezet ngrohta. Të na ngroh palcën, ashtin dhe zemrën, e po na vjen pranvera me diell. Jo të djegët e kjek, strumboj dhe të molis, me shekujnë në robri, trauti, plakshti, për të ndritur balin, kur të ndrit si du. Po vjen. Po vjen pranvera të dhuroj lule. Aro, ngjyra si do shpirti sa dëshiron të mvizora. Po vjen t'i qel dyert, korridoret e dhomat e vogla katrore, dhe ato të mëdhat, por të zbrazët si muze. Po vjen pranvera me zësh, me këngë, me hove, që ta vras qetësinë, errësirën, ftohësinë, heshtjen, ndrydhjen. Po vjen, ndaj qelini zemrat. Shpalosni shpirtat e qelni kapak të syve. Hishni rolet në vetnat e ballë, që shoh syrit vërtetën, atë që natyra dhuron, me tërë fuqinë e vetë natyrore, një me të bardhë dhe të madhe sa deti. Po vjen pranvera, po vjen. Hapni kraft e çoni duart lart. Ta përqafoni edhe diellin edhe hënën, edhe qiellin edhe tokën, po deshet si qielli, toka dhe zemra janë tuajat, o punëtor. Dhe për ju është kelur të zemër me këtë diell dhe kjo pranvere madhe, e bardhë dhe e bukur nuk se hyri. Po vjen,
As po shihni se edhe dritare, edhe pullazhe, po ngjallen, po ngrihen, se edhe në përgjashje del qymimi. Ti fryma, ti jeta që po bulfon në këtë qatë. E nëse ti beson betimin tim, më shkelni në mes të rrugës në gurë, në lash, anë tuhur, me këmbën tuaj të lodhur. Puntur, balin të lirës më shkelni, më mbytni, më vritni, po të nëshët edhe me fjallën tuaj se kjo më vret më të keshtë se helmi, se plumbi artista, e nëse nuk besoni se vjen pranvera, më mbytni. E mbi pufomën time, mbi gjakun tim lete e jeta juaj. Në vend të jetësime, të parëndësishme, se pas kësaj pranvere mbi trupin tim, le të shkel kushdo, mije plesh, gra e burra, le të shkelin dhe le të thirin, ura, 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 e unë të shkëto edhe në qastin e tunit, apo të ndjej, të parandjej, se rritet, e të në këtova beshtike, në sekuj dhe një të prove, e paqes dhe jetës. Po vjen, andaj qelë një zemrat, shpalotni shpirtin, në pradili dhe sëllim Ramadan. Po të të gdim? Faleminderit, zonja Brenda, faleminderit shumë. Neve do të flasim pak për metaforën e poezisë, si një figurë letrare që është pjesë e poezisë. Derisa faleminderit shumë. Metafora është një figurë letrare thelbësore në poezi, duke lejuar poetët të shprehin ide dhe emocione komplekse në një mënyrë të gjallë dhe të imagjinueshme. Ajo funksionon duke krahasuar dy gjëra të ndryshme, duke krijuar një lidhje të re dhe duke zbuluar një kuptim të thellë. Si funksionon metafora në poezi? Krahasimi i të ndryshmeve. Metafora krijon një krahasim të drejtë për drejtë midis dy gjërave që zakonisht konsiderohen të ngjashme. Ky krahasim jo vetëm që e zbulon gjuhën, por edhe e zgjeron kuptimin e saj. Krijimi i imazheve të gjalla. Metafora ndihmon në krijimin e imazheve të gjalla dhe të fuqishme në mendjen e lexuesit. Ajo i lejon poetët që të pikturojnë skena dhe të evokojnë ndjenja dhe me efikasitet të madh. Zbulimi i kuptimeve të thella. Metafora shpesh përdoret për të shprehur ide, emocione të thella që do të ishin vështirë për të shprehur në mënyrë të drejtë për drejtë. Ajo i lejon poetët të eksplorojnë kuptime të fshehura dhe të zbulojnë lidhje të reja midis gjërave. Roli i saj në poezi. Metafora është një mjet i fuqishëm për të pasuruar gjuhën poetike. Ajo e bën poezinë më të gjallë, më të rrethse dhe më të paharrueshme. Ajo i lejon poetët të shprehin veten në mënyrë unike dhe të krijojnë vepra të rezonojnë me lexuesin në një nivel të thellë emocional. Pra kaq kisha për metaforën dhe tani unë do i kisha lutur përsëri zonjën Lula Bregu që të na lexojë një poezi. Faleminderit. Atëherë unë kam zgjedhur një poezi nga Sonja Tavela dhe për neten. Në mbrëmje u kthye i lodhur i ndryshe me snatës së shurdhës të ekspret, të ngjiste a i traktet kudo në qytet. Me snatës të sonte ona në mëzgjo, një pirinanës, një birë, tha ajo. A i si i vdekur në qumra pastaj, dhe nëna mbita nuk i ndanë së të saj. Shikon ajo traktet dhe lutet. Ja, birinat, dhe ora sështë një. A krypi lëviz me nga dal lëviz, pas firtish, pas gjatë ma shezveza në aktit. Në andra i vëzë qeshe përshe, një fush të bukur një gjellë pare, dhe nëna e ti me të barda në fështë sahatit në dorë tregon. Akuma akripi s'ka shkuar në një, ndaj nëna së zgjon, ndaj akuma përshë. Por bepas në fush ku dëgjua që largë, një kris në përve, traka. Dhe nëna u shtuks në gjegua e, së hati i thyrë se qëra për mjëve. I mbytur në tjerës u zhua a i, o nënë dhe do në ujë. Atje traktit ka, o nënë ku je,
pas pirë dhe shpëdrin ti të rejtë. O nënë, por nëna, është më përqatë. Diko mi trëlozi troket ta. Dishka në përmendja ti shpet jelë. U hol dritë po porta të pëj e usvel. Në dorë revolverin, në rrugën e shkrete, raport të rësirë këdë në qytet. O nënë, ku je? Ja spartin di mure sa të atje. Rapon, por nuk duke që fundja jo. Ndalë, ndihet të këto, prapo shpet prapo. Në agima për kyllit, në anën të një përroj, pas truve a ju më bështet të vajtoj, që lyri dhe plende i qilë që në agim, me snata për nëmën së të ketë në bari. Faleminderit. Zonja Lula, zonja Brenda, radha për ju. Faleminderit. Para kësaj, më duket se ndonjëherë nga ju ka dhe një telefon që dëgjon edhe programin, nikosisht dhe një zhurmë sikur ka gërham. Kështu më lajmërojnë edhe dëgjuesit tanë që na dëgjojnë, pra mundësisht t'i shmangim pak a shumë. Një telefon i dytë sikur dëgjohet nga ndeja, po? Jo. Mirë, si do që t'jetë, dëgjohet. Jo. Në rrej. Demens. Një poezi shumë hermetike nga Gzima i Geraj. Demens. Faleminderit. Harrimeve ecjem me vetdijen martuese. E s'ndalemi duke i kënduar himnin e lavdisë të djeshmeve. Sa për t'i hap shpitjet e ecjes në përmjegur, sikur e djeshmja të ishte vetëm një frazë, a një fjale ëmbël goje që në të hap portat e ditës. Haruam, sa jo ishte kuqet dhe ishte të mëshme, mishe hanë të hekur e palca në digjej në flakë. Në mos, mbi ashtit e këndresit tonë pyhesin perandoret, ndëroheshin epokat, nata po e kryen të ciklin e ditët. Gurët thyheshin, muret binin kalat e rësirat dridhe i toka, në këmbë e s'puqe i dridhit. Mbi kafta tona, satana ndërton të djera të një krimit. Qimbeti në kujtet brezave të në përkëmbur, pinjoll të sotmes, që duan të dinë se buri ende s'ka arritur në maj. Kush të shtyja të, kur vëllezrit grindën ore qatë. Me të të falit shkop harimi, ka rënë biko katona. Prak të fani zi në pije vërdal gardiqeve, e ne silemi si të marë, rrët eqjeve mashtruese, Gëzim a i Geraj. Faleminderit zonja Brenda, faleminderit që sollët të poezi. Është vërtet poezi që sado që ta lexosh diçka ndryshe të duket. Le të shkojmë në Turqi tek një poete, mike, një dashamirëse e Radio Sibilave, por jo vetëm. Shpresa, zunati dhe jeta është e bukur. Shëndesim. Dua ishtë të duash, jeta është e bukur. Thjesht mësoje ta vlerësoni atë dhe mos humni kohën me kopsira. Ti, thjesht, përpiqu që ta jetosh. Falendero herët në mëngjes, ditën që dhe sot të priti përsëri dhe le të jetë koha e gjithë jeta një shenjë mirësie për të mirët. Respekto kalimtarin me buzëqeshje, edhe nëse ai është ti një rezynt. E dhuroni një shikim buzëqeshje. Të s'humbe gjë, ditën e rregullon ati. Thuaj që të duash, jeta është e bukur. Ku ka jetë, ka dhe dashuri, kështu ka thënë Shpresa Zornaci. Faleminderit. Faleminderit Shpresa dhe përshëndetje. Një përshëndetje na vjen nga Mia Durrës, ju uroj sukses në emisionin tuaj, gëzuar ditën e poezisë, dhe kjo është poezia ime për këtë ditë. Dita e poezisë dhe Mia Durrës. Sot nuk flet vetëm fjala, flet shpirti që zgjen qetësi, flet heshtja që mbart brenda një botë të tërë ndjesish. Poezia s'është thjesht të varg.
Është frymë që linë në thellësi, është një dritë e vogël në errësirë që rrugën ta tregon pa zë e pa zhurmë. Ajo vjen kur zemra thyhet, por edhe kur gëzimi s'ka vend, kur loti bëhet fjalë shkruar dhe fjala bëhet shpirt në vend. Sot, le ta ndjejmë më shumë se kur, këtë art që s'njeh kufi, se poezia nuk shkruhet, vetëm ajo jetohet në çdo njeri. Inja Durrës. Shumë faleminderit për vargjet e bukura mia. Faleminderit dhe për prezentën tuaj. Do shkojmë në një qytet tjetër të Kosovës. Ymrie Shqipëri është me ne sonte dhe në mbrëmje me poezinë. Faleminderit Ymrie. Aq mu mërzit vargu sonte, mbi letrën mbështetur në tavolinë, munda të ndaloj syrin që më pikonte e gishtat tek pena me ishin më tyrë. Dua të shkruaj varg të bukur, për vargjet që me i shkrirë me vjen, nga lotët që më binin në rrebesh, ju luta vargut, atë bëj buqet, me ngjyrat e shpirtit i kam ngjyrotur, jo në ta, dhe zëri ju me. Lekët që kisha të libra i kam tosur, nuk mundëm më tha vargu im. A thua ndonjë ditë ajo kohë të vi, kjo thënje më solli krishtim, ndaj mu lag vargu me lotëtimi. Ngushëllova vetën se kështu ka qenë në jetë, poetët e pasur në gishtat e dorës numërohen, historia i vlerëson poetët e vërtet e për fat të kesh. Pas ikjes, vargjet i vlerësohen. Ymrie Beqiri. Ymrie, faleminderit për vargjet, mesazhet që përcjell, por prandaj shkruajmë, që mos vdesim kurrë. Kjo është gjëja më e bukur që ndodh për poetin. Edhe shkrimtarin në gjithë zhanret që mund të levrohen. Faleminderit zonja Brenda, faleminderit neve përsëri do të aktivizojmë zonjën Lula Bregu që të na lexoj edhe një poezi. Shpresoj që ajo ta ketë gati poezinë dhe ta lexojë, po. Pa. Ne edhe mos e pas gati na kena durim me prit. Tash e kam poezia. Ti mendimi qetë kthyer në poezi, më banë në shlim në ditë me stuhi, që të si më banë në kohët me dalë, dhe çdo vallë ishte rresht shërimi i plagë. Të mbajta në zemër në vite me radhë, në shpirtin e pastër, pra të mbajta gjallë. Të zezën luftova të baja të bardhë, peshën e së vërtetës në rreshta e fjalë. Bukur ti ngëllon qartë pasa kurket, kur mbi rreshta tua zemra polivet. Kur rreshtohen fjalët me mendime të qarta, kur ndriçohen zemrat nga fjalët e arta. Ngjetur dhe sheku i shpezin dritur, me artin e fjalës në vere të ditur. Këngë në për legjenda, këngë për liri, mbartë në livagjet tua, jetë histori. Faleminderit zonja Lula Bregu. Më lejoni që unë t'i them disa fjalë për psikofilozofinë e poezisë dhe pastaj do vazhdojmë përsëri me leximin e poezive të tjera. Psikofilozofia në poezi është një fushë e pasur dhe ndërlikuar që eksploron ndërthurin e mendimeve psikologjike dhe filozofike nëpërmjet poezisë. Ajo shqyrton se si poetët përdorin poezinë për të shprehur dhe të eksploruar natyra e mendjes njerëzore. Poezia mund të thellohet si kompleksitetin e mendimeve, emocioneve dhe përvojave njerëzore. Ajo mund të eksplorojë tema të tilla si vetdia, nënvetdia, kujtesa, perceptimi, pyetjet ekzistenciale. Poezia shpesh trajton pyetje të thella filozofike rreth kuptimit të jetës, vdekjes, kohës dhe ekzistencës. Ajo mund të eksplorojë tema të tilla si liria, fati, morali, natyra dhe realiteti. Lidhja midis mendjes dhe botës. Poezia mund të eksplorojë marrëdhëniet midis mendjes njerëzore dhe botës së jashtme. Ajo mund të shqyrtojë se si perceptojmë dhe interpretojmë realitetin dhe si përvojat tona i formsojmë në vetdijen tonë. Eksplorimi i botës së brendshme. Poezia i ofron një mundësi poetëve për të gërmuar thellë në botën e tyre të brendshme. Shpesh përmes poezisë poeti arrin të zbulojë dhe të ndajë me lexuesin ndjenjat më intime dhe më të shehura. Filozofia dhe psikologjia në bashkëveprim.
Poezia shpesh vepron si një urë që lidh filozofinë dhe psikologjinë. Ajo mund të ofrojë një perspektivë unike mbi natyrën njerëzore, duke kombinuar mendimin racional dhe përvojën emocionale. Poezia ka qenë gjithmonë një mjet i fuqishëm për të eksploruar pyetjet më të thella ekzistencës njerëzore. Ajo i lejon poetët të shprehin idetë dhe emocionet e tyre në një mënyrë që është dhe të dyja të fuqishme dhe të ndjeshme. Unë kaq kisha për filozofinë e poezisë, zonja Prenda, dhe tani do isha lut juve që të vazhdoni me leximin e poezive. Faleminderit zoti Gzim. Le të shkojmë në Kret tek një mike poete, mjaft e dashur, mjaft e përkushtuar për vargun dhe është Laureta Malaj, që gjej rastin ta përshëndesim dhe e falenderojmë që është prezent në emisionet tona. Erdhi dhe kjo ditë, ashtu si çdo ditë tjetër, i mora mësimet, i hodha në letër. Çdo kujtim i bukur më kishte përpara dhe unë e gëzuar, lapsin ndot si ndalja. Tek i shihja stronat, mjetin ngrohtësi, ishte dora ime që vinte tek ti. Fjalët u renditën, u bën melodi, një botë u krijua, ëmbël si magji. Çdo varg ishte ëndër, një copës nga unë, një ndjenjë e pastër që frymon më shumë, dhe dita kalon po vargu s'harrohet, për jetë mbi letër, gjithmonë do kujdohet. Faleminderit Laureta, vërtet nuk thonë kot se poezia është kënga e shpirtit, prandaj e ke shkruar me një farë rime që edhe mund ta bëjmë këngë. Faleminderit. Fleta që më priste mua, është Laureta Malaj. Kjo dita sot mu duk fare kot. Kur shihja tjetoren që qante me lot, më kërkon të mua që ti shkoja pranë, ti hapja zemrën time, kur shpirti të mban. Dhe afër u afrova fletën një zemora, mbitëm me lapsin 2-3 orë rresht të shtrova, fjalët si pusje, mbi letër ranë, si dy zemra që heshtur pranë undan. Dhe befas kuptova në kas të vonë, po shkruaja mbi fletë, por mbi zemrën tonë. Faleminderit Laureta. Faleminderit Laureta. Vërtet shumë të bukura. Elvira Zeneli dhe Pusja. Një pusje lehtë si era e hënës mbi detët e qetë. Rrjedh si dritë e argjend që ndritet në male yjore. Prek shpirtin pazë, që një reflektim i qiellit në pasqyrën e kohës dhe zgjon ndjenja të fshtehura si galaksika të harruara. Në atë qast, koha përbëhet si rër në duar, bota shkrin në mjegull, mbetet vetëm një vëzhgim i pa fundi heshjes, që flet më të thellë se çdo rrugë qiellore. Është zjarri i brendshëm që nuk digjet, një meteor që ndriçon heshtjen e shpirtit, një kujtim që fluturon mbi lumen të ëndrave, i aurora që pikturon qiellin me ngjyrat e pafund. Në atë pusje, gjej universin tim të fshehur, ku zemra rreth në ritmin e galaksive, një dashuri që s'njeh kufi, por udhton për të hënave, yjeve dhe kohës, dhe jeton si dritë në përdimrin e përjetshëm. Çdo frym e tij është një vrim e zezë që mbarë. Një melodram kozmike që lidh shpirtin me pakullësi. Një pusje që smorohet në nebula, dhe duke si qielli që lind mbi horizontin e një ëndre. Elvira Zeneli. Faleminderit zonja Prenda, dhe tani nëse është gati zonja Lula Bregu të na lexoj përsëri një poezi. Sonte do ta lodhem por sigurisht se jemi në ditë festive të poezisë dhe edhe pse lodhim pak s'do kemi për problem. Atëherë unë do të lexoj një poezi kushtuar Benediktit. Bukur. Fshati imi bukur atje në Malsi, dhe shtimin me rejnë pasta të ti. Pyje ara njësa të pasta të i, pa pritjen të 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 zashtatë së li.
Dikur i mbushur plot me gazetën, rritëm në gjysh të ligjan, shëndetin argjend, paqet kujt si mova, e dhënë natyrën, në pëlqen të shkova. Vendi jemi bukur të kujtojmë të malë, mrekulli e botës, ko paqës ka marë. Jutëm për të lartë teje për një jetë më të mirë, se kthehem te ti, gjithmonë kam dëshirë. E tash në përandra fluturoj tek ti, mrekullia jote më mbush me qetësi. Paraj se kësaj bote ju vendet i mia, madhe nostalgji, kum shkoj fëmijëria. Ndjej madhe dëshirë, por kam edhe frikë, të ndaloj te pragu, ku zjarri fik, ku e ndjera gjyshe na mdillte në sofër, e di, nuk të gjej, pas vallarë. Të gjithë ikën larg, ku ty të lam shkret, lotje yni mallit në përbotë të tret. Pullat mbyllën dyert, fëmijë shkolla s'ka, për varret e stradë e mallin ka pa. Kam frikë se shtëpia me qenë ka rënuar, druaj se komshia me qenë ka larguar. Kam frikë s'do e gjej ma shoqen e fëmirisë, druaj me janë tharë dhe dekët e qershisë. Kjo qershja ime e mbartë në kujtëm. Loti që me lidh me vëllajin tim. Druaj t'ja afrohem se kam mbetur shkret, ndoshta ajo tharë vëllajti po tret. Nuk më vjen në mendje as pak sa kam kujt, ku kujtoj shoqërinë që me ta kam lujt, me mall kujtoj shkollën që më pat prit gjithmonë, mallë për mësuesin që sot nuk jeton. Sa kujtime kam të këti vendim, kur rrugët e botës kam si të ndryqim. Njerëzit më të shtrenjtë që i ka kjo botë, të këti për gjithmonë, të kujtoj me lotë. Vendi jemi shtrenjtë të kujtoj me malë që nuk dëshuet sa të jemi gjallë. Malë për çdo ditë ku shkoj familja, zoti i bekoftë, të trojë të mia. Faleminderit zonja Lula Bregu, një poezi shumë e bukur që neve që jemi në mërgim dhe personalisht për vete që afro 4 dekada jam tu dhe ndjellin mallë dhe nostalgji shumë dhe sigurisht këto vargje për mua japin një mesazh shumë të bukur sepse ju në bazë të kësaj që po e shohim tani, pra në bazë të këtyre poezive që na i lexuat gjerëm tani, po krijoni një profil personal shumë të bukur me një poezi dhe një stil shumë të veçantë që është mjaft i pëlqyeshëm sot për lexuesin në përgjithësi. Pra, duke kështu po flasim me kompetencë sepse jemi në ndjekje të poezisë dhe poetëve dhe sigurisht i njohim edhe kërkesat e të lexuesit. Pra, një profil i mrekullueshëm që ju po prezantoni sonte. Ju faleminderit shumë. Zonja Prenda? Arti i fjalëve dhe sokëlsejtia. Poezia e shpirtit shpirtërore është një dhuratë hyjnore, balsam i shpirtit, testament i jetës, dritë e fjalëve, princesha e arteve, thesari ndjenjave, burim i pashterruar i energjisë hyjnore. Shpirti ka nevojë për poeti, siç ka nevojë njeriu për dashuri. Vitin tjetër, këtu do takohemi përsëri. Këtu ku lam gjurmët tona, këtu ku bota sot është e jona. Sokol Sejdia. Faleminderit Koli, përshëndesim. Faleminderit. Elmira Rama. Kësaj radhe na vjen me një poezi të shkruar në gegnisht dhe unë vërtet e falenderoj sepse për ato më duket se është mund. Shumë faleminderit Elmira. Kryenalt ndukje. Na bite kësaj kohe, që jena as prinum e as vjetru. E një gjojmë rrahjet e zemrës tonë, si hapat e një të vetmume, mbi gjethet e një pyllit vdekun. Si qapa mbi një tokë të shprume, tërhekun nga prekja e ngrohtë e kamve të zbatuna. Na bite kësaj kohe, po vjetrohna kryenalt të ndukje. Një herë, një kohë, dashnia ishte pasunie të shmueme. Nërsa tash, fluturojmë me ajër kremje në horizonte sporvjaksh. Na bite kësaj kohe, jena në qendër bisedash okulta. Me sytë zmadhnum në kërkim të dashnis për njeriun, që mbet një gërmall e tjetër epoke. Na e njohim vetmin si shok ngusht, që na flet me zot ftokt, për me na kujtu si na bite kësaj toke që s'duhet më udhërzu.
ka thënë Elmira Rama. Faleminderit Elmira Faleminderit vërtet dhe përshëndesim për Onezim poezi Elmira. shumë bukur dhe të përkushtuar në një dialekt shkodran që për ju s'ka qenë shumë e lehtë. Shumë faleminderit përderisa na dhe një farë energjie fiks për të reflektuar. Le shkojmë në libër dhe Miranda Troci Derti, në ditën botërore të poezisë. ABC, kombi dhe gjuha ka vetëm një emër. Ksulën e pushken si kam shit as ble. Ma lerni mbi krye ksulën e bardh, e lejta gjibota se jam cuc malsirë. Ma trashguen gjyshrit ndër breza me radhë, e kam shajtni në merës e motës lavdije. Janë vikisnikësh në kulla me frëngjia. Kësulen e pushkën si kem shita zble, barot ham me dham e flet historia, e të ligut pa ullë, t'i lihet ulla qetë. Në rrejnë kapedanësh, në kuvende mentarësh, kur nuk e heq kësulen për kurfarësh. Ma lejnin mbi krye, e në bafsha me dek, as koha as rene kur, të mundzi as hek. Ma linin mbi kokë kësulen, e në dhe me mshti. Se dua që finin kësulen kam shëndri, kush s'do atë dheun, s'don as përëndia. Nuk ma mohon dot, as koha as kraltia, e kësula e bardë të mbi kry, ashtë identitet i lasht. Baba plak më thot, e ruaj si buk negojs, e shëndri që nga brezi pelaz. Sot e kam mbi kry, leta gjithë bota. Shkroi Miranda Troci Derti. Faleminderit Miranda për këto vargje të thurura bukur mbi traditën shqiptare. Shumë faleminderit. Zëme Prenda do e lexoj pak edhe rreth mesazhit të poezisë, si një element që shoqëron poezinë dhe ju derisa të na i bëni gati poezitë të tjera për lexim pra. Mesazhi i poezisë. Për të kuptuar mesazhin e një poezie do të marrim parasysh disa elemente. Tema se çfarë trajton poezia. A është për dashurinë, humbjen, natyrën, shoqërinë e tjerë. Imazhi dhe simbolikat. Çfarë imazhesh përdor poeti, a ka simbolet përsëritura dhe çfarë përfaqësojnë ato? Tonin dhe ndjenjat. Çfarë ndjenjash shpreh poeti? A është toni i gëzuar, i trishtuar, ironik e tjerë? Strukturën dhe formën. Si është ndërtuar poezia? A ka rima, ritëm, strofat veçanta dhe si ndikon një mesazh? Kontekstin. Kur dhe ku është shkruar poezia? Çfarë ndikimi ka pasur koha dhe vendi i mesazhit të saj? Fjalët e zgjedhura, çfarë fjalësh përdor poeti? A ka fjalë veçanta që përsëriten? Për shembull, nëse një poezi flet për një fushë të gjetër me lule me zogj që këndojnë dhe përdor fjalën si paqe, liri dhe shpresë, mesazhi mund të jetë për bukurinë e natyrës dhe shpresën për një të ardhme të mirë. Nëse një poezi flet për një qytet të zymë me ndërtesa të larta dhe njerëz të vetmuar dhe përdor fjalët si vetmi, shpresë humbje dhe alienim, mesazhi mund të jetë izolim dhe shkëputje me shoqërinë moderne. Dhe për të dhënë një përgjigje më të saktë, duhet të më jepni një shembull të një poezie që dëshiron ta analizojmë pra. Unë kaq do të thoja këtu, shpresoj që ju t'i keni gati poezitë e tjera, sepse për këtë tema që po flasim ne ka çka të flitet shumë me orë të tëra dhe ligjërata të mbajmë, por neve po u bim shumë shkurt që të mund të sjellim paka shumë elementet e poezisë këtu. Faleminderit. Po? Kodi 5 sekësh, në Prenda Thujdia. Atëherë, kur parimet njerëzore ishin në kuilibër, kjo botë pa dyshim mbretërohej nga harmonia. Ylli 5 sekësh, simbol parakristian e kulti natyrës, ndërruar në simbol krejt për sosmëria. Dihet se ylli 5 sekësh lidhet dhe me djallin, u bë klishe, ndër film serial me vrasës e djallëzor,
Zanatilla e vërteta të simbolit festepësh janë krejtësisht të denjë, e janë hyjnor. Ndër betejat të shumta ka humbje kitore. Mes paganëve shqiptarëve humbën mjaft simbole. Tridhëmshi i Neptunit u bë spurgu i djallit, kësul e herboristës Ylli Afroditës, shenjë e të parit. Thonë se ky simbol magjik e psikodinamik nga materialistët u dha në këmbim. Simboli Davidit, kjo forcë magjike prej më të rëndësishmeve hieroglifeve. I njëjtë në Testamentin e Vjetër identifikohet ylli mëngjesit, arsyeja pse pescepa mistike e këtij simboli në gjendet kuptimi thellë i këtij elementi, strukturë, shkencë a simbole brenda një kodi. Faleminderit zonë Brenda. Faleminderit ju. Të shkojmë tek Matilda Babo, kushtuar solidaritetit të popullit ton në luftën e Kosovës. Fjala bashkë. Kur nata ram mbi tokën kosovare plagosur, atje u ndez një dritë në zemrat bashkuar, u lërinte era, sillte zëra, dhimbje të thellë. Dritën se shuan dot, as tuhia më ekër. Në pragje shtëpish u hapën dyer shprese, dhe çdo dorë që jepte bëhej pjesë bese, ndaj dhe buka ndahej si një bekim i shpejt, si një bekim i shenjtë, dhe fjala bashkë merrte kuptim të vërtetë. Si lumen zemrash që derdhen në një det, u bëm një klitëm që kërkon të lirinë e vet, në çdo hap forca e një popullit bashkuar, stuhia s'namposhti, kërkon lirinë e bekuar. Sot, kjo histori dhimbje në kohë qëndron, sigur i fort në themelet e kujtesës son, se kur bashkohemi drita gjithmonë fiton, dhe lind një agim mbi plag ajo triumfon. Në ditë të errta, zjarri kur dhimbja sundonte, zemrat u bën një, askush robërinë zuronte. Nga veriu në jug fjala bes shprese jehonte, populli u ngrit, si dritë jetë shpetonte. Në sytë e nënave tona lotët bëheshin forcë, në duart e burrave shpresa mbarte jetë, fëmijët ndërronin një agim pak frikë lot, zemra rrifte fort me shpresë për lirinë e vërtetë. Shtëpit u hapën për vëllezërit dhe motrat, buke kripu ndan, pa kursim në sofrat, solidariteti mbajti gjallë shpresën, me bekim Kosovë e Shqipëri janë një kombë, një bashkim. Matilda Babo Pali. Faleminderit zonë Matilda. Faleminderit për përkushtimin që i keni bërë rreth pjesës dhe për kontributin tuaj për këtë pikë të ndjeshme për ne, sidomos ne që i kemi përjetuar. Pranderë dhe kumrije Abdyl Shaka, ardhsha në vitet tua pranderë. Mos të shtërofshin ujvarat e moteve, me frutat e fjurit mos u ngofsha. As me këngën e bilbilit mos u mërzit shakur. As nga rigat e shiut që më lagën ditëve të pranderës, e me dashuri i levatojnë flokun e mëngjeseve të hershme. U prarofshin lugjet e thonave në shtegun e orës bakës. Mos u plaksha pranverë, në vite tua, ardhsha për herë. Kumrije Abdyl Shaka. Faleminderit dhe përshëndetje për zonën Kumrije. Unë do i lutesha zonës Lula Bregu përsëri të na recitojë edhe ajo në një poezi, që zonja Brenda pak të na pauzoj. Atëherë unë do të lexoj edhe dy poezi, ndoshta jo shumë të gjata, po të shkurtra, që i dedikoj. Nuk e di nëse kemi kohë. Po, merat. Kemi mjaft. Unë shkruaj shpesh për veti, po tash kam shkruar një poezi që ja kam shkruar një ndanësje në ikje, ashtu sikur se të shqiptarit. Edhe unë do shkoj. Të batin për bet kush nuk e për. Nuk të parte, pa dhe unë do shkoj. Feste kësaj dite gazelonëtori, lajmi i një fundi për të rëndëri. Do të marr kujtimet malin të karuar, do të shkoj të tretem në një rrethë tuaj.
Dhe ka zemër me një mal me Prishtine, me dy prindër që porritem jetine. Me shpirtin e pastër si kur do t'jem si ta, mësusja ime, kur të rejti. Se Shqipë mësove, atë një zi të flakë. Do njësa bitsen, por së jetë bashkë. Në syrin e bukur kisht një dëmë Prishti. Shpejt e trautë i loti edhe syrin të. E mora pranë vetes, pilotët tim, edhe lotin e saj, shkra në shamë. Lëzën njarja bukur me kakët në fjallë. Do kthehem mësuese sa po të kërrit dalë. Do kthehem me zojtë sa po t'i gjimri, kur bashkë me panderën të kthehet vlerimi. Do rritem, do kthehem me forë ujtës, do të vite jo, me krah të Shqiponës. Do luftoj për veten, do luftoj për shoqet, do luftoj për Shqipër, që shtekim të. Faleminderit. Kam edhe një poezi tjetër, edhe këta e kam shkruar, dedikuar të gjithë djemve shqiptar, por ashtu si kur të gjithë djemë shqiptar, ta unë kam fëmijë të mërgim, dhe kam folur me gojën e mërgjimtarit edhe këtu, një poezi. Më fal nanë, i ka nanë e dashur kushimet të mbarova, pra plotim në sy, as smallin s'takova. Një mbajt e veten sa kalova derën, ta mura vëshkutjen, por edhe kanë frem. Do shkoj botës prap ku çdo gjë pa ftokt. Më fal nanë e dashur, e lash bomën poshtë. Mbaj loti nanë kur domën ma hap, atë fotën e dasmës fshihen në dollap. Ta kam lënë vesh heshtjen derën lash padrum. Do kthehem nanë se kam të përpi. Zemrat kërkon falje, fjalët vetëm heshtjen. Më fal se këngën mora edhe tjetin. Mora ardhë më rinj, po e ndërtoj largë, gjithë lotët e mallit në pranë barabar. Foleja e shpirtit është gjithmonë atë, dhe kjo zemër të gjetë, veç mallit për. Faleminderit zonja Lula Bregu. Faleminderit shumë për këto poezi të ndjeshme dhe të bukura. Zonja Brenda. Zyra Metaj dhe poezi. Nuk të kam shqetësim. Ndaj edhe trokita në portën tënde. Hape derën, me prit bujarisht, më ndih mos largoj këtë tingje. Nuk dua jo të rrimën janë. Me merë në krahet e fluturimit, me çdo hapësire në çdo anë, me çdo në djeshtë, e kam shumë e madh. Me ço në auditoret me ditë, të shkolla munda në mes. Më ço kur rriten fëmijët, e për fëmijët këtë. Të kam brënda vetes poezi, emocion që se shkarkova do më mbit. Shpërthe të lutem, si lule me vesë, si vulkan ndjenje, dashuri dhe shpres. Më shoqëro me fjalë në sosh. Të shtojnë gaz dhe të fshik me lot. Më merr në botën tënde dhe poezi, në më të mrekulluar në ndonjë botë. Portretet. Poezia, qielli ëndër, vargu, zogi hapësirës të shpirtit, fjala pike gjakut të zemrës, tingulli oshtim ke llazge e rënjes. Shumë faleminderit Zyra. Faleminderit vërtet për emocionet që ju përshëndesim edhe ne. Na bëre ti përcjellim. Helmi ëmbël thot Umrije Abdul Shala, ta shohin se çfarë ka brenda saj. Atëherë, kur ma kuptove dashurinë, u dashurova. Mbeta e dashuruar edhe në këtë qast. Do të mbetem e dashuruar tër jetën se ti je ai që më shëron e më helmon. Dhe prap, ndjej dashurinë tënde, thellë në shpirt, ti, atë dheu im i bërë. Kumrije Abdul Shala. Na ka sot e poezi të shkëlqyra. Shumë faleminderit Kumrije. Derisa ju t'i bëni gati, zonja Brenda, unë do të flas edhe për një element të poezisë, pra elementin e fundit që kam përgatitur për sonte, pra muzikalitetin e poezisë. Muzikaliteti i poezisë është një element thelbësor që jep poezisë një dimension të veçantë duke bërë atë më të rrethse dhe më të paharrueshme. Këtu janë disa aspekte të rëndësishme të muzikalitetit në poezi: tingulli dhe ritmi.
Poezia shpesh përdor tinguj të veçantë dhe ritme të caktuara për të krijuar një efekt muzikor. Kjo mund të arrihet përmes përdorimit të rimave, aliteracioneve, përsëritjeve të tingujve të njëjtë në fillim dhe të fjalëve, asonancave, përsëritjeve të tingujve zanor dhe kansonancave, përsëritje të tingujve bashkëtingëllor. Ritmi i cili përcaktohet nga numri dhe theksi e rrokjeve gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në krijimin e muzikalitetit, ndjenja dhe emocioni. Muzikaliteti i poezisë mund ndihmojë në transmetimin e ndjenjave dhe emocioneve të poetit në një mënyrë më të fuqishme. Tingujt dhe ritmet e përdorura mund të evokojnë ndjenjë të caktuar tek lexuesi, duke e bërë përvojën e leximit më të thellë dhe më të pasur. Forma dhe struktura e një poezie gjithashtu mund të kontribuojnë në muzikalitetin e saj. Për shembull, sonetet dhe format e tjera të poezisë me rregulla të caktuara ritmike dhe ritmike shpesh kanë një muzikalitet të veçantë. Lidhja me muzikën. Poezia dhe muzika kanë një lidhje të ngushtë. Shumë poezi janë shkruar për të shoqëruar me muzikë dhe shumë këngë janë bazuar në poezi. Pra, muzikaliteti i poezisë e bën atë më të përshtatshme për të vënë në muzikë. Kaq edhe për këtë pikë të fundit të muzikalitetit të poezisë dhe për ju zënë prenda fjala është që të vazhdoni me poezi nëse kemi akoma poezi që na kanë ardhur apo do të kemi poezi edhe nga krijuesi i vjetër. Shumë faleminderit Gzim. Në fakt që në fillim të vitit ne në valët e kësaj radio kemi premtuar që ky vit do të jetë viti i literaturës për fëmijë, ashtu siç kemi thënë edhe në disa nga emisionet e kaluara. Dhe Punti dhe Besarta deri më tani kemi botuar plot 6 libra për fëmijë, 2 që i kemi të botuara me poezi, njërin nga unë tjetrin nga ty, nuk mund t'i ikun dot. Mund të na i prezentoni nëse i keni kopertinat aty, pra dua që për publikun e gjerë pra t'i kemi përpara. Faleminderit. Është libri Malli që këndon, pra. Malli që këndon, poezi për fëmijë dhe të rinj. Drejtësa të vendlindjes. Gjyshja dërgoi drejtësa të ëmbla nga vrini, për nipin e saj të fundit, që jeta i mori në mërsim. Me të dërgoi mall dashurie për qafime, urime për shëtet e lutje për këtë. Në buzët e voglueshme drezat shkrihen ngadalë. Çdo kokë rrëkujton gjyshen me zemër të gjallë. Janë shumë të ëmbla, fëmijët krasin me gaz, se ëmbëlsinë e rrinit, askush s'mund t'ja marrë dot asaj. Kur të vijë qershori, në pushime do të shkojmë. Drezat e gjyshes vetë në kopësht t'i shijojmë. Babai u premton me fjalën e burrit mirë, vitin tjetër fëmijë, do të shkojmë përsëri. Gjunipat e gjyshes plot gëzim brohoritën, me drezat e dërguara, zemrat ndryquan, buç shkotin mbushën me kokrat fuqe si zjarr, e kujtimi i gjyshes u bë dhuratë që sjell lumturi në çdo vaj. Gëzim Ajgeraj. Faleminderit zënë Prenda. 3 bilbilat e vegjël. Radë bora bide, dimri erdhi plot me thot, 3 bilbila në një fole truken fort, të ngrohtë në gjithë të botës. Tuli majtas, krah bashkuar, teni djaftas, dridhet pak, colin mes si shok i mirë, u jep kuraj kur frynë e gjatë. Luskat presin si yjet bardh, retë fshihen pas qiellit gri, 3 bilbilat rrin pranë e pranë, me zemrat vogla, lot melodi. Sa herë acarit troket jashtë, e studia u lërëndë, ata përqafuar ndajnë ngrohtësin, se bashkimi në poshtë çdo rëket. Dhe kur dielli del mëngjesit, e bora shkëlqen si flori, 3 bilbilat hapin krahët ngadalë, të gatshëm sërish për këngë e fluturës. Gëzim Ajgeraj. Faleminderit.
Kemi dhe një poezi të Kumria Pritshals që e dërgon dhe ritërgon. Forca e femrës. Është femër dreç, prandaj punon shumë dhe ka fleksi dhe gjojë zari dhe për këtë më vjetë shumë mirë. Edhe nëse Zoti i ka ndarë gjinit, trurin e njeriut nuk e ka ndarë. Nuk i ka ndarë emocionet, ndjenjat, as epshet, semse e ka ndarë peshen e si dhurat ja fali mashkullit. Ndërsa, femrës ja la barë në randë, që të krijoj mashkullin dhe të mbush botën me të mirë dhe shpirt. Krijesat që ka vlera për njerëzimin, që vlera për ta është vetëm leku dhe epshi, nëse mendoni se femra është e cektë, gaboni. Nëse mendoni se femra është vetëm nevojë për mashkullin, gaboni po ashtu. Sepse femra është ajo që e krijon mashkullin dhe botës i dha kuptim e gjallëriete. Ti, mashkulli fort, me muskuj dhe që përpiqesh me lek sonësh botën, e femrën ta përullësh dhe ta përlyesh, gabon, sepse femra është hynore në dorën e të madhit Zot. Atë se mbron ti, por pafajësia dhe natyra e saj angjëllore. Harrove se femra të toj çdo pjesë të trupit për ty, pa bërze, pa u ankuar. Heshtjen dhe frikën e mbante çdo herë në gjë, që të mbuloj egon tënde. Femra është e fortë, ajo ron me shpresë që një ditë të bëhesh burr me dignitet, e jo përullës i epshit që femra të tjera i shkatron. Kumrie Abdyl Shah. Faleminderit Kumrie. Do sjell ndonjë poezi nga Mbretëria e Kronaland, ku koha ka emër. Autoria? Brenda se i Nuk du ti vetës në akzën e brenda. Jo, pa, e paraqita këtë tash më duk pak e tepër. Muajt me kuror feste. Në një mbretëri të fshehtë, Kronaland quhet ajo. Jetonin 12 vëllezër. Muajt e vitit me fuqi e magji të rrallë, secili kishte zërin, ngjyrën dhe hapin e vet. Dhe vit pas viti vallëzonin bashk për të mbajtur botën të gjallë. Janari i Kristinës. Erdhi shpirti i bardh, si borë që mas fëmijët, shkurt i prend, vetë besim, ardashës, vizionar dhe i zgjuar. Marsi, fazilet. Tjellarom pranvere, prilli sundin sy shqipojnë, marsin i dashur e lule bora. Por si dallën dyshet në çdo fush, maji me aromën e luleve, zetin e albetën, qershori i ndrijetës me ëmbëlsi lot push, korriku i djorit e linës me ballin lart e plot nder, gushti Refaelo e Martin, arkiv libri, esencë, Zim e Elisa, bollek nga shpirti i gjerë. Shtatori Jozefe Sokol, të menqur me libra brënda jashtë dheut. Tetori i mbush këmbaret me misër të ardh, Almaide Elon. Nëntori të trut me pesta e dashurisë, për atë dheun e shenjtë. E dhjetori i fundit, me pyrkun vetur me gjborët të bardh, mbyll vitin nga do, duke na dhuruar shpirt ngrohtësi, kapnin duar dhe fillonin ballën rrethodës. Ashtu në hare pritet viti i ri. Kështu dimri parte, pranvera qelte, vera ngrohtë, vjeshta i jepte botës ngjyrat e arta. Vallja e muajve vazhdon vit pas viti, na mëson se çdo kohë ka bukurinë e pamarrë. Ashtu mrekullit përjeton njerëzimi, gjithnjë paqim shëndet, lumturi e suksese, jetofsh me muajt sa më gjatë. Faleminderit, zonë Brenda. Faleminderit neve, tani doja japim fjalën zonës Lula Bregu edhe një herë na lexojnë ndonjë poezi që ju të pauzoni pak dhe të rimerrni energji të reja për poezitë e tjera. Faleminderit. Faleminderit atëherë. Atëherë të lexoj poezinë që ja kisha dërguar ta lexoj Brenda, pa lexoj vetë tani. Gjithsesi. Patjetër. Faleminderit baba.
Dy fjalë do shkruaj të mbesin letër se çdo gjë tretit në përjetësi. Dy fjalë të mbrojtura dal nga kjo zemër të thjeshta fjalë pa teksti. Zot, faleminderit për çka më jep. Falenderoj dhe ty baba. Udhën e drejtë që më mësove, pastaj Zoti gjithçka më dha. Edhe kur vuajta si shpajim, se rrugë e jetës shumë kthesa pak, ta drejtoj smunda rrugën e drejtë, më thoshte jetës do jesh pa fat. Gjithë me vetë më ndjeva mirë kur ky baba të pata përballë, ne jetojmë mbi për në fytyrë, e kjo pasuria është shumë e rrallë. Këshilla jetë e fjalët e tua, kur më këtjeda si të vazhdek. Kjo tokë më i di si ty dhe mua të gjithë njësoj do të na tresë. E bajnë dalimin besa e fjala, veç ato njëtë kanë pa vështirë. Shkronjat e arda, në fetë të bardha, do në mbajnë gjallë ndër e lafi. Faleminderit, zona Lula Bregu. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Gjeni për tjetër të si për fond. Edhe i tjetërën? Gjej pasi të mbarojnë një dy që kam ato. E sikur mos rriteshim kur plotësisht. E sikur zemrën e vogël ta mpanim, si fëmijë që qeshim, luaj me duam pa mbarim, bota dhe ishte më e lutë, më plot dritë, pa gjelozi e hatërmbetje, kantiti. Në një ditë tetori, dita që e artë, dada onestik niprit, të smalu dashuri, për albin e rej, Martini e Djori vogël, ishin plot vogël, rukeshin si fëmijë. Ne nuk ham pa datën, tha një zëri, dhe durimi skalitur. Kishte asor as tavolin, në tapet u shtrua dreka si dikur moti, dhe qeshtja u bëkrit, më qishme se do ushqim, motiv, për ditën pa mbarim. Në mbrëmje, shëtitën nën hane i vje, me gazelojrat formuar plot dije, fëmijët flisnin me mendim të thelluar, të vegjël në moshë, por aq të bekuar. Atë mbrëmje data e vëzhgoj nga datë. Fëmijët din të duan, pa kushte, pa fjalë, të shijojnë qastin, mos harrojnë gëzimin, e mbajnë të gjallë çdo copës kujtimi. E sikur edhe ne, kur rritemi tonë, ta ruanim fëmijën brenda shpirtit tonë, nuk mund të thonim që ti e ka mund, në shpirt të njëri tjetrit, jetonim gjithmonë. Faleminderit, zona e brenda. Faleminderit ju. Zërat e lisit vjetër. Në rrugën tonë të lisit vjetër, lojrat nisin pjasën tjetër. Zërat e fëmijëve botën zbukrojnë, bashkë me zosht këngës ja thonë. Albi, Rej, Djori, Martini, Sund të mbarë, Elona, Livia, Elisa, si që li barë. Si Filiza të blerë të me shpresë, lisit japi jetë dhe dritë shëmë me nxesë. Me plot motiv, lojë dashuri, vrapojnë të lumtur me shumë gjallëri, entuziazmi tyre nuk një kupi, do të cep të rrugës, e mbushin gjallëri. Kur ktheheni në shtëpi të prindrit e tyre, diellin buzëqeshje dritë si meteor. Ata janë e ardhmja që po lulëzon, lisi lezha me ta, gjithmonë gjallëri. Faleminderit. Faleminderit ju. Të sjell edhe një poezi nga libri Malli të këndon. Vogëlitën nga Kosova. Besa e vogël në mërkim, në kohë të lirë kur ka pushim, Ronjën Hajdi e ndihmon në përkopsh kur ajo punon. Dhe gjithë lagja shumë e donë, fjalë të mira për të thonë, por më shumë gëzohet mami kur për të flet zonja Hajdi. I bën besës dhe dhurata, fustanet bukra e çokolata, por dhe besa shumë e donë, ajo ngjan gjyshe son. Edhe babai shumë gëzohet, me voglushën ai krenohet, për kulturën që e tregon, ajo Kosovën e nderon. Këngët e përmallimit. Zogu i vogël në pole, ëmbël Ciceron, zogun e madh në gjuhë e tij, ai e kërkon.
Qyçja lart në male, sa dhimbshëm këndon, të birin e saj të dashur, ajo e kërkon. Në borë blushi i vogël, me zë të ngrohtë këndon, babai që është mërgim, la kuston. Të ishën poezi nga malli që këndon. Fjala për ju, zonja Lula. Kur mos e hum shpresën. Gjersa të jesh gjallë e me frim në jetë, çdo ull ka një shteg të jetoj me shpresë. E kanë thënë të vjetrit e mbet për gjithherë, kur mbyllet një shteg, prap hapet një tjerë. Shpresa është e fundit që vdes me këtë jetë, pa luftuar fort rrallë fati troket. Sa ëndra vrau lufta që së zgjuan ma, nga jetoje jetën, ndërro pazar. Prehum betejën mos u dëshpëro, kur plakin e zemrës tonë mos e trego. Gjithë një veç lufto, mbaj në zemrë shpresën. Ruaje për dukimin, mbaje buzëqeshjen. Në e shetë të shemë me dhe jo kulle lartë, ngritur me mundim me tjirë se me gjatë. I ke tretë të tutje, largo ju velas, ndollë që guri saj, mund të të godas. Rrit me buzëqeshje mos e pranë lotin, ndollë nga një herqeni e kapshon të zlutin. Mbaje shpresën fort që ndresën si burë, prap ngrihet kalaja në themel në burë. Faleminderit zonja Lula Bregu. Faleminderit Lula, vërtet faleminderit. Shumë faleminderit për kohën që ndatë dhe në mesazhet që na i dhatë përmes vargjeve tuaja dhe unë ju falenderoj shumë edhe një herë. Zonja Prenda, kemi poezi akoma për të lexuar apo shkojmë drejt fundit e emisionit duke i shpalosur edhe mesazhet dhe pëlqimet që na i kanë bërë dëgjuesit dhe shikuesit tanë? Po e lexojmë edhe së fundit që është i gjyshit. Faleminderit. Qeshit e gjyshit, nga sharri me ermali, me aromë të vëndlindjes, gjyshi dërgoj qeshit të pjekura, si putje për nipat në mërgim. Në degë të njoma, të lidhura bukur, shiheshin fjalët e gjyshes së mirë. Mos e harroni Kosovën di, se zemra atje ju pret shtëtën. Me çdo kokër të kuqe që shijohej, malli i ngrohtë tre shtëpis për cilej, ndërsa nipat nga larg premtuan me besë një plis të bardhë të ta sjellin për t'ju gjysh. Dhe sa herë që shitin vajnë në dorë, u duket sikur gjyshi përqafon, e zemrat e vogla dridhen plot dashuri, se atë u jeton në çdo shtije që rrethet. Faleminderit zonja Prenda. Nëse nuk kemi poezi për lexuar dhe nuk kanë nuk kemi poezi të tjera, vetëm sa një sekond sa të hapun të shkoj kompjuteri tek. Mira, faleminderit miq që sot e keni qenë me ne. Faleminderit për pëlqimet, për komentet, urimet njëkohësisht. Miranda Troci Derti, gëzuar dita botërore e poezisë Sibilat e Veriut. Faleminderit Miranda, Fatmira Elfani, gëzuar ditë e poezisë. Urime suksese, respekt jush stafut drejtues e gjithë poetëve pjesëmarrës me poezitë e tyre. Faleminderit mike që ishte prezent edhe me poezi, gjithashtu Elizen Elvira, urime dita botërore e poezisë, suksesi Radio Sibilat e Veriut, drejtuar nga miq tan shkrimtar, Brenda Sedia dhe Gzima Geraj. Është kënaqësi të gjithmonë respekt. Shumë faleminderit që jeni gjithmonë me ne. Faleminderit profesoresha Hasia Ramadani, urime ditën botërore të poezisë, urime për emisionin Sibilat e Veriut, udhëhequr nga Brenda Sedia dhe Gzima Geraj, shkrimtare poet mrekullueshëm gëzuar. Gëzof gjithmonë mike. Faleminderit që ishe prezent. Shpresa Zunaci urime, Kumria Abdulshala, së pari me Fat Bajrami, urime për punën tuaj të paloshme, urime për ditën botërore të poezisë, miq të nderuar, sukses e shëndet, mbarësi për ju gjithmonë e jeni të mrekullueshëm. Faleminderit
për komentin, por edhe për poezitë, emocionet të cilat na e përcolle. Mia Durrës gëzuar dhe ju, Alma Xhelej Shkozaj gëzuar Vita e poezisë, faleminderit gëzuar dhe ju Vite, poete. Borisi Shkoza, urime dita ndërkombëtare e poezisë për gjithë poetët. Faleminderit për komentin dhe urimin. Laureta Mas, urimet më të mira për emisionin Plot Vlera, miqtë e mi të dashur. Sa më shumë suksese për të gjithë shkrimtarët me rastin e ditës ndërkombëtare të poezisë. Kënaqësi që kemi në valë të Radio Sibila të Veriut. Respekt pafund për ju. Respekt e mirënjohje mike, paqmuz, e frymëzim, suksese gjatë gjithë këtij viti. Faleminderit për përqimet, Hazret Shilca, Mia Durrës, Hasie Ramadani, Ylki Shala, Bona Shehu, Ajretin Shala, Drita Guri, Kumria Abdel Shala, Avram Bashuri, Alma Xhelej Shkoza, Gëzim Ajgeraj, Elsa Trebicka, Elizen Elvira, Shpresa Zurnaci, Lula Bregu, Miranda Trociderti, Laureta Amalaj, Bianca Dushaj, Fatmira Limani, Boris Idja Shkoza, Prek Shkoza, Shaj Blaca. Mund të na thuash diçka për mjaltën e sharrit, zoti Eksim? Ne falenderojmë zotin Ylki Shala, i cili vazhdimisht na ndjek dhe është ndoshta ndër ndjekësit më të mëdhenj në Malsi, pra në Vërrinj atje, dhe ai është një prodhues i mrekullueshëm i mjaltit dhe sigurisht neve her pas here edhe furnizohemi nga Ylkiu, siç furnizoni edhe ju pra atje në Lezhë nga mjalti i shallit. Dhe mund ta thoni edhe ju, sepse ju një mjalt të tillë shpesh e keni provuar, pra keni marrë, dhe është sjell nga prodhimi që ka sjell zoti Ylki Shala dhe nga pasuri, gjithaj diversiteti i pasurisë së luleve që ekzistojnë në Vërrinj. Pra Vërrinji është një pasuri shumë e veçantë, një diversiteti natyror e cila ofron shumë kushte të volitshme për prodhimin, për menaxhimin e bletëve dhe prodhimin e mjaltit, pra për cilin edhe po flasim. Pra atje ka shumë prodhues, por zoti Ylki Shala është një prej kampionëve, sepse ai shumë herë është shpërbyer me mirënjohje në për takime të ndryshme që janë organizuar për çështjen e mjaltit, si në Shkup, Prizren, Prishtinë, gjithandej. Pra është një prodhues shumë origjinal i mjaltit dhe ne përshëndesim ato, e falenderojmë ato që edhe nuk na harron, por na ndjek edhe neve, pra si furnizues. Kush nuk e don mjaltin në zemë, sidomos kur mjalti ka një cilësi të lartë, jo vetëm se e kemi provuar, por nuk rrim dot pa marrë nga mjalti i ri. Faleminderit gjithsesi. Urojmë të ketë prodhime të bollshme e cilësi siç ka qenë deri më tani. Ylkiu ne porosisim që të na i rezervoj për pranverë, sepse është shumë e vështirë të gjendet tek ai, por gjithsesi ai e din se neve marrim dhe na i siguron gjithmonë pra mjaltin. Na e rezervon në fakt pra për ne. Elmira Rama, gëzuar ditën e poezisë, urime për emisionin ju dhe së ftuarës, gjithmonë suksese poetëve. Faleminderit Elmira. Faleminderit edhe për poezinë e bukur që na ke sjell. Hasie Ramadani, përshëndes udhëheqësit e programit Sibila e Veriut, pra shkrimtarët e shkëlqyeshëm, patriotë zhvillues të kulturës shqiptare, brenda si Eksim Ajgeraj. Kësaj radhe falenderojmë që na është ndihmuar edhe një poete tjetër, një profesionist i letërsisë, siç është edhe Lula Bregu. Urime ditën botërore të poezisë, respekt për ju, udhëheqës së emisionit, përshëndesim dhe mysafirën tuaj. Të përshëndesim profesorit, faleminderit që gjithmonë pra që në kohën përshëndetur për qenë me ne dhe vërtet jemi falendërues e mirënjohës po ashtu. Zyra Metaj, faleminderit që ju që më bët pjesë të emisionit tuaj me atë interpretim të bukur. Faleminderit për poezitë e bukura që na ke sjellë Zyra. Vërtet ishin emocionuese. Urime miqtar, Gëzim Ajgera brenda Sedia për përkutimin e kësaj dite të shenjtë të poezisë, urime të ftuarës dhe secilit poet dhe poete që bëhen pjesë e këtij emisioni. Shumë faleminderit mike, ju uroj muzë e suksese e sa më shumë krijime të bukura që të na magjepsni në emisionet e ardhshme. Faleminderit për pëlqimet, Bia Jasici, Elena Helena, Paulin Xhexhi, Hasie Ramadani, Ylki Shala, Arzan Marku, Moza Shehi, Fatmira Limani, Prek Shkoza, Elmira Rama, Laureta Malaj, Sokol Pjetër Qokaj, Syra Ahmetaj, Kristina Lula, Gëzim Ajgeraj, Bona Abazi, Miranda Trociderti, Boris Idja Shkoza, Shpresa Zurnaci. Ndjes që unë nuk po arrit të nxjerr komentet,
nga që janë 12 komente, vetëm 4 komente më dalin, ju kërkojmë shumë ndjes që nuk arriti lexoj, nuk më dalin. Gzim ju ndoshta tek programi ku jemi aktualisht, përveç këtyre emrave që unë sapo i lexova, mundesh me gjetë edhe komentet e tjera e na i lexon nëse dalin. E kam edhe unë vështirë sepse të menaxhon gjithë ato faqe nga e kemi shpërndar, mirë po do të përpiqem. Këtu kemi komentet e do shkojnë në fillim atje. Ylki Shalis, mbrëmje të bukur, ju dëshirojnë mbrëmje të bukur. Fatmira Limani, urime suksese jush për emisionet e bukur që drejtojnë me kënaqësi dhe publiku dhe poetëve pjesëmarrjen e tyre përmes dorëshkrimeve. Moza Shej, ju sjell urimet më të mira brenda dhe i nderuar Gzim, ju uroj një urim i veçantë për të ftuar në studio, mirë se ardhje, mike mes miqve të fjalës dhe të veprave të larta poetike dhe moderuese. Ju përshëndes. Përshëndes, por të urojmë gjithë të mirat të Mozës. Bora Shkoza Sejdia, për ju në studio mirëmbrëma, dëgjues të urime për emisionin Urimet Dita Ndërkombëtare e Poezisë. Kumria Abdul Shala, të nderuar miqtë e mi, ju përshëndes dhe ju ndëgjuesit e radios Sibilave të Veriut, një herë të urime për ditën ndërkombëtare të poezisë, ju poetëve në përbot. Laureta Madaj, gjithashtu mirëmbrëma miqtë e mi, të dashur të Sibilave të Veriut, ju falenderoj nga zemra për interpretimin e 2 poezive të mia, aq ëmbël nga ju e nderuar dhe dashur amikja ime Prenda Sejdia. Gëzuar ditën botërore të poezisë, ju uroj për emisionin sa më të bukur. Laureta Madaj, të ftuarës së sonme ju uroj gjithmonë suksese. Shpresa Zonaçi, mbrëmje të mirë, emision mbar, uroj të gjithëve ditën botërore të poezisë. Zyra Ahmetaj, gjithashtu duket se e lexuat ju, përsëri Zyra kemi edhe një koment tjetër dhe Elmira Rama, gëzuar ditën e poezisë, urime për emisionin ju dhe të ftuarës gjithmonë suksese poetëve. Pra këto unë mund ati kapin nga këto faqe tani zënë e Prenda, sepse është e pamundur gati të menaxhohet teknika dhe emisioni në video dhe pastaj të gjenden edhe por shpresoj në mirë kuptim të dëgjuesve tanë. Pra. Në rast se dikush ka ngel pa i lexu komentje, pa ju përmend emri që ka pëlqyer, ka qenë pjesë e këtij emisioni, i kërkojmë ndjes dhe falenderojmë pakfundësisht që ka qenë pjesë e këtij emisioni, pjesë e kësaj mbrëmje të cilën na japin mbështetje për të vazhduar më përpara. Faleminderit të nderuar miq, pjesëmarrës të poezisë ku të qëndroni. Faleminderit që ishit me ne sonte, faleminderit për poezitë që keni sjellë, për komentet, për mbështetjen, për gjithçka të bukur që ju na dhuroni në çdo podcast që ne organizojmë. E falenderoj pafund miqen tonë, tashmë pjesë e këtij emisioni në vazhdimsi, besoj. Lula Bregu, siç e tham edhe një herë në fillim, por sërit po e citojmë, një mësuese shumë e mirë e gjuhës letërsisë, poete shumë shpejt me një libër poetik në dorë, por jo vetëm. Faleminderit zoti Gzim Ajgeraj për gjithë punën që ju bëni për realizimin e këtij podcasti, por jo vetëm, por në vazhdimsi. Nuk është e lehtë, por jemi sinqerisht shumë falënderues. Përshëndesim edhe një herë gjithë dëgjuesit, e urojmë gëzuar festën në ditën e nesërme të gjithë besimtarët që ditën e nesërme e festojnë. E falenderojmë që na kanë bërë dhe ditë pushimit madje në këtë rast. Faleminderit për festën dhe ju uroj sukses në vazhdim edhe natën e mirë. Faleminderit zonja Prenda për mundin dhe kontributin që e dhat në këtë emision. Pra faleminderit zonja Lula Bregu që u bët pjesë e këtij emisioni dhe na interpretuat edhe poezi të bukura nga krijimtaria juaj dhe neve ishim mjaft lumtur sepse sollët një frym të re dhe një frym njerësi për ne, pra me një stil shumë të veçantë. Pra. Ju falimderit miq të nderuar edhe një herë të gjithëve ju që ndahet kohën me ne dhe neve këtu do të përfundojmë emisionin duke ju përshëndetur në fund me një këngë që do ta japim tani pasi ta mbyllim ne emisionin tonë.
Mbrëmje të bukur dhe një natë të mirë të gjithëve. Mirupafshim në emisionet tona të ardhshme. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë. Natën. Burrat e mahales e usien kjo komej u kështu vlera fjales fjalen e të parve e ka dorë dhe zoti besën e shqiptarve se ka lujta stopi fjalen e të parve e ka dorë dhe zoti besën e shqiptarve se ka lujta stopi. Ah, mori fjallë, sot u bone pravë, të ti kur prishen lok, sot kemet bërlok. Ah, mori fjallë, sa fort ka dol boja, sot s'po del nga menja, por vetëm nga goja. Moj fjallem jek, si je humpe vetën, sa shumë burrat dhe për ty e kanë dhon jetën. Ti kur mori fjall, ishe pesh prej ari, sot dhe në parlament, shkon si dit bazari. Ti kur mori fjall, ishe pesh prej ari, sot dhe në parlament, shkon si dit bazari. Ah, mori fjall, sot u bone pravë, ti kur prishen lok, sot kemet bërlok. Ah, mori fjall, sa fort ka dol boja, sot s'po del nga menja, por vetëm nga goja.